Pas një muaji lutjesh, sakrificash, i urojmë të gjithë besimtarëve musliman gëzuar fite Bajramin, begatia dhe lumturia zotëroft në familjet e tyre. Le të shërbej kjo ditë për bashkimin, për vëllazërimin dhe për mesazhet pozitive në të gjithë qarkun e Shkodrës. Gëzuar. Gëzuar Bajramin. Është një ditë e shënuar për gjithë komunitetin musliman, por jo vetëm. Ne këtë fest e kena tashmë në Shkodër traditë tonën që e festojmë bashkarisht. Është një ditë e cila vjen mas një reflektimit të gjatë, të muajit të Ramazanit. Një ditë e cila duhet të kulmoj me mëshiren, me bekimin, me dritën e Zotit mbi gjithë ne. Unë i uroj popullit shkodran, Shkodrës tonë, por edhe gjithë shqiptarëve kudo ndollen, gëzuar dhe për shumë vjet këtë ditë kaq të madhe siç kurse është dita e Bajramit. Gëzuar. Në këtë vit që pamet që besimi, sidomos në Shkodër dhe veçanërisht tek moshat e reja, është kthyer edhe një herë dhe fuqizuar, dua t'jap vetëm një mesazh, të cilin e gjej kudo, prezent në çdo familje e ri që takojmë, rikthimin e vlerave tek baza e shoqërisë që është familja. Një familje e shnosht, është një shoqëni e shnosht, është një Shkodër e shnosht. Gëzuar, marsi për shumë vjet Bajramin. Gëzuar për shumë vjet fitër Bajramin të gjithë besimtarëve musliman të qytetit tonë e gjithë shqiptarëve kudo ndodhen. Sot ardhem për të bërë vizitën e rastit në xhami, ku pritëm dhe u përshëndetëm me përzemërsi nga përfaqësuesit e komunitetit musliman të Shkodrës, të cilëve i përcollëm përshëndetjet edhe në emër të Bashkisë Shkodër dhe të kryetarit saj Zotit Beci. Harmonia fetare është më pasuria që kemi të trashëguar nga brezat dhe kemi detyrim dhe gëzim që ta përçojmë atë brez pas brezi. Është shumë e rëndësishme që besimi të merret i pastër dhe i tillë të përçohet tek brezat e rinj, sepse duhet vlerësuar gjithmonë si një ushqim shpirtëror. Dhe është shumë e rëndësishme që të merret i pastër dhe i tillë të bëhet për vete dhe të përçohet poashtë. Unë ju uroj edhe ju festë të gëzuar, ta kaloni mirë e bukur edhe në familjet tuaja dhe për gëzime e festa u takofshim gjithmonë. Gëzuar. Në emrin e argjipeshvit, Monsinjor Giovanni Peragjine, por edhe në emrin tim personal si famuljetari famullizo e Shkodrës, jena këtu me shpreh urimet tona më të sinqerta me rastin e festës së fitër Bajramit. Besoj që është fisnikëri e madhe, humanizëm i veçantë, me ju gjetë atij tjetrit, sidomos në momentet e gëzimeve të mëdha, por edhe të dhimbjeve. Prandaj kjo shprehje e këtij solidaritetit ndërsjellët mes komuniteteve fetare në qytet, e cila e karakterizon këtë qytet historikisht, besoj se duhet të shpallet, të shprehet vazhdimisht në tashmen edhe në të ardhmen. Edhe si shprehje e diçka të veçantë që karakterizon jo thjesht shpirtin e shkodranit, por edhe kulturën e qytetit. Si mjet patme edhe këto koincidenca të bukura, sepse koha e Ramazanit, muaji Ramazanit përkoi edhe me kohën e kreshmeve dhe mund ta më thënë që u garantua ajo agjerimi për 24 orë, si thush mes komunitetit musliman, por edhe të krishterë. E veçanta tjetër është se, siç thot fishta, lusim Bajram e lusim Pashk, por Shkodrën, Shqipërinë e kena gjithmonë bashk, e veçanta se për Pashk këtë vit do t'i kremtojmë së bashku edhe me komunitetin me vëllezërit ortodoks, sepse në të njëjtën datë me datën 20 prill. Prandaj përfitoj nga rasti edhe falë mediave që t'ju përcjellim urimet më të përzemërta, më të mira të gjithë komunitetit musliman të qytetit të Shkodrës e përreth, në mënyrë që t'jetë vërtet një festë e begatë, mas sakrificës të madhe e të veçantë të muajit e Ramazanit. Gëzuar dhe për shumë mëtë. Gëzuar për shumë vjet festën e fitër Bajramit. Tashmë traditë në qytetin e Shkodrës, kur një komunitet fetar feston festën e tij, të gjithë jemi së bashku për të uruar. Sot jemi këtu në emër të Kishës Ortodokse, besimtarëve ortodoks, për të uruar gjithë besimtarët musliman të qarkut të Shkodrës dhe Shqipërisë, gëzuar festën e Bajramit. Zoti ja pranoft agjërimet e tyre, paqe, dashuri në zemrat tona,
sepse sot kemi nevojë më tepër se asherë. Gëzuar edhe herë për shumë vjet festën e Fitë Bajramit. Gëzuar edhe juve gazetarë. Sot është një ditë e veçantë, ditë feste e gëzimi për gjithë. Jam i nderuar që në këtë ditë veçantë të përcjell këtu nga Shkodra urimet më të mira dhe më të bukura për gjithë besimtarët musliman kudo ku janë. Për mua Bajrami është ajo paqja dhe lumturia që vjen pas sakrificës sublime të Ramazanit, është ajo sprova e pranuar dhe që mbështetet në besimin dhe shpresën. Dhe mesazhet që ai transmeton ndër ne, ndër besimtarët, ndër qytetarët janë shumë qarta. Dashuria për Zotin është frymëzuese, është jetëdhënëse. Besimi në Zot na jep forcë dhe na kalit që të përballojmë sfidat. Paqja dhe lumturia kalojnë nëpërmjet sakrificës. E keqja mundet vetëm me sakrificë, mundet me dashuri, me angazhim dhe me bashkëpunim me njëri tjetrin. Dhe jam i bindur që ajo që vjen pas sakrificës, që Zoti na sjell, është gjithçka më ndriçuese, më e bukur, më e mirë se çdo gjë tjetër dhe ne ndjejmë besimtarët akoma më shumë. Dhe me Zotin pranë, ai të na udhëzoj në ato përpjekjet tona për të drejtën dhe për të vërtetën. Gëzuar gjithëve dhe faleminderit. Gëzuar. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman, kudo që qofshin, gëzuar dhe për shumë vjet Fitë Bajrami. Paqja e harmonia qoftë në çdo familje kudo që qofshin ata, si në Shkodër, në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Gëzuar dhe për shumë vjet festë të madhërueshme të Ramazanit. Gëzuar edhe ju.